I vetmi vend ku po zhvillohet një proces real dialogu është brenda PD-s. Ervin Saljani ka nisur një proces dialogu me demokratët që është shumë herë më simpatik se sa foltoret e Berishës. Aty spaku nuk shkon asnjë i çmendur. Ata që shkojnë flasin gjëra të vërteta dhe të përjetuara dhe duan të zgjidhin hallin që kanë me Sali Berishën. Ky proces dialogu i vërtet i PD-s me demokratët ka tërbuar Sali Berishën dhe ata se i menët pas tij dhe e kanë shpallur Ervin Saljanin të vetë përjashtuar se ka shkelur vijat e kuqe. Tani, si mund t'i kërkohet Berishës të dialogojë me njerëz të përjashtuar nga PD-ja apo parti të tjera, kur ai është duke futur PD-n në një proces të ri ndarjeje dhe përjashtimesh, duke helmuar çdo shpresë të demokratëve për t'u fuqizuar përmes dialogut. Që të ulesh në tryezë Berishën me Arjan Starovën apo Artur Roshin, s'ka nevojë për ndërmjetës. Ata një zile duan për kafe, se papun janë dhe nuk i shqetëson elektorati për të pirë kafe. Dialog bëhet brenda familjes ku ke një problem, dhe PD-ja është në kulmin e një dialogu të brendshëm, ndërsa Berisha është në kulmin e intolerancës ndaj këtij dialogu, duke shpallur përjashtimin e njeriut që e drejton atë dialog.